Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisionerja për fqinjësinë dhe zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugtimin e integrimit evropian. Gjatë prezantimit të progres të raportit për vendet kandidate për vitin 2025, ajo vlerësoi ecurinë e Malit të Zi, Shqipërisë, Ukrainës dhe Moldavisë. Komisionerja për zgjerim tha se Shqipëria ka arritur një progres të admirueshëm që nga konferenca e parë ndërqeveritare me grup kapitujt të hapur gjatë këtij viti dhe me hapjen e pritshme të grup kapitullit të fundit në muajin nëntor. Ajo deklaron se Shqipëria mund dhe ta mbyll grup kapitullin e themeloreve deri në fund të këtij viti. Kryeministri i Shqipërisë kërkon nga gjykata kushtetuese zgjidhjen e ngërçit krijuar për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se mbajtja në burg e Veliajt, ndërkohë që ai mbetet kryetar në detyrë, krijon një disproporcion të rënd, jo vetëm ndaj të drejtave të tij kushtetuese, por edhe ndaj të drejtës së qytetarëve të Tiranës për të shërbyer nga i zgjedhur i tyre. Sipas Ramës, qëndrimi i gjykatës kushtetuese ka qenë parimor dhe jo politik, ndërsa theksoi se njëjta parimësi duhet të udhëheqë dhe gjykimin për masën e sigurisë ndaj Veliajt për t'i dhënë atij mundësinë të vazhdojë procesin gjyqësor në gjendje të lirë. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për të rikthyer në krye të Bashkisë së Tiranës Erion Veliajin u përshëndet edhe nga ish-kryeministri Berisha. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike në këtë rast, gjykata ka zbatuar ligjin. E vërtetë e padiskutueshme është se të drejtat e njeriu u shkelen në mënyrë brutale, u përdor ndaj tij ajo praktikë që Enver Hoxha përdori ndaj Kadri Azbiu. Ai ishte një kriminal, një vrasës. Dhe në këtë rast, duke shkelur çdo procedurë, çdo ligj, i dhan atij mundësinë të marrë guximin dhe të krahasojë me Farkun e Kolumbisë, partinë që në fakt ai tha një të vërtetë, narkoparti, narkoregjim. Kjo është e vërtetë e Shqipërisë. Aktualitet. SPAK vijon komunikimin e akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Pas marrësit pandehur të ministres infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, raportohet se personat e tjerë të marrësit pandehur janë Gentian Gjyli, Eralde Lezi, Erviz Berberi, Jetmira Dervishi si dhe Mirzeta Kashica. Në SPAK u paraqit dhe kreu autoritetit rrugor shqiptar, Gentian Gjyli. Në njoftimin zyrtar, prokuroria e posaçme thotë se Balluku është marrë e pandehur dhe po hetohet për veprën penale shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim, hetim ky i bashkuar me një tjetër të nisur një vit më parë. Për zëvendës ministren Belinda Balluku e marrë e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, reagoi dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla. Kemi qenë shumë qartë që kur nuk do të bëjmë komente mbi meritat dhe mbi çështjet që trajtojnë institucionet e drejtësisë. Këtë gjë e keni parë edhe në këtë moment dhe sa i përket edhe pyetjes tuaj, edhe ndërhyrjes nga kolegu, zyrtarisht Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën komente për asnjë çështje të veçantë. Ish-kryeministri Sali Berisha rikonfirmoi qëndrimin e mbajtur për ngjarjen e 21 janarit 2011 ku vran 4 protestues dhe rolin e Gardës së Republikës. Pas interesimit të gazetarëve mbi rinisjen e hetimeve nga SPAK, Berisha tha se Garda veproi në përputhje me ligjin. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar në përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Lexojnë ligjin të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Kjo është përgjigja. Tjetër pyetje? Ndër të tjera, ish-kryeministri demokrat sqaroi se zbardhja e çështjes është interesin e tij maksimal. Hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agent, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agent politike për mbyshjen e pushtetit. Opozita shqiptare vijon akuzat ndaj qeverisë pas nisjes së hetimeve nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. E qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur
të vendoste Lubi Balluku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për presion mbi media dhe heshtje të organizuar ndaj zëvendës kryeministres. Në konferencë shtypi pas një super skandali të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë, nuk ka akt akuz më të rëndë sesa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat sesa kjo. Si mund? Ndërsa thirrja ndaj demokratëve është për të rrëzuar qeverinë. Politik. Komisionerja për fqinjësinë dhe zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugtimin e integrimit evropian. Gjatë prezantimit të progres të raportit për vendet kandidate për vitin 2025, ajo vlerësoi ecurinë e Malit të Zi, Shqipërisë, Ukrainës dhe Moldavisë. Komisionerja për zgjerim tha se Shqipëria ka arritur një progres të admirueshëm që nga konferenca e parë ndërqeveritare me grup kapitujt e hapur gjatë këtij viti dhe me hapjen e pritshme të grup kapitullit të fundit në muajin nëntor. Ajo deklaron se Shqipëria mund dhe ta mbyll grup kapitullin e themeloreve deri në fund të këtij viti. Bashkimi Evropian kritikon Shqipërinë për progresin e munguar në drejtim të mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, mungesës së konsultimeve publike dhe sfida e funksionimit të institucioneve demokratike përmes polarizimit politik si dhe korrupsionit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato teksa i dorëzoi kryeministrit Rama progres raportin për vitin 2025 të Shqipërisë ndër të tjera u ndal tek sfidat me të cilat përballet sot vendi. Raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Nuk munguan dhe kritikat në përdorimin e burimeve publike gjatë zgjedhjeve duke çuar në pabarazi në garë. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon gjetjet e misionit bashkues të ODIHR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësi të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike, që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Sipas raportit, Shqipëria është e përgatitur në luftën e krimit të organizuar, në një kohë që është krijuar një zyrë për rikuperimin e pasurive për nga ku priten rezultate konkrete. Kryeministri Edi Rama shpreu bindjen se në progres raportin e vitit 2027 Bashkimi Evropian do të rekomandojë antarësimin e Shqipërisë në Union. Sipas kryeut të qeverisë shqiptare, raporti thotë se Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruajë rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste kërkon bashkëpunim me demokratët për zgjidhjen e çështjes së avokatit të popullit. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kryetari i saj Tauland Balla tha se shumica ende nuk e ka një emër. Propozimi im në emër të grupit parlamentar të shumicës është që ajo që nuk ka ndodhur këto 3 vite të ndodhi, pra qoftë në komision, qoftë në konferencë kryetarëve, apo në një tryez tjetër si ta mendoj opozita, të ulemi dhe të zgjedhim avokatin e ri të popullit. Kandidatura për avokat populli duhet të përmbushi kriteret që u thash dhe t'i japi këtij institucioni kredibilitetin institucional që i takon. Nga kandidatura pritet të përmbush kriteret dhe t'i japi institucionit kredibilitetin që i takon. Të mos jetë debat në legjislaturën aktuale dhe kriteret të tjera, deri sot në orën 12 të natës, kanë të drejtën të depozitojnë, të shprehin interesin. Për buxhetin 2026, Balla theksoi se pritet që ta përmbyllen brenda 15 ditëve të para të dhjetorit për t'u lënë mundësinë dhe bashkive që të miratojnë pjesën e tyre. Ekonomi. Kryeministri Edi Rama deklaron pagë minimale 500 euro nga 1 janari 2026. Përmes një video mesazhi kreu i qeverisë u shpreh se paga minimale do të rritet për 307.000 punonjës. Kjo rritje sipas kryeministrit do të jetë e para, por jo e vetmja.
Rama tha se brenda këtij mandati paga minimale do të arrijë në 700 euro. Nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cila do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Për shkak të rritjes së kostos për bizneset, Rama premtoi subvencionim për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro dhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Opozita shqiptare bën thirrje për rishikimin e skemës pensioneve. Deputeti e Partisë Demokratike Jolita Tabaku deklaroi se kërkohet një skemë plot pensionesh e cila merr parasysh rënien e popullsisë, rritjen e moshës mesatare, shpopullimin, emigracionin, si dhe rritjen e kostove. Pensionet sot janë lëmosh e qeverisë, ndërkohë që ne kemi nevojë për një skemë të plot pensionesh. Ne kemi nevojë për një skemë e cila merr parasysh edhe rënien e popullsisë tonë në Shqipëri, rritjen e moshës mesatare, shpopullimin, emigracionin, rritjen e kostove, por nga ana tjetër kemi nevojë që këtë shtresë ta trajtojmë me dinjitet. Deri më sot nuk është trajtuar. Reagimi erdhi një ditë pasi kryeministri Edi Rama informoi për indeksim dhe bonus të përmuajshëm për pensionistët duke filluar nga 1 janari. Tabaku nënvizoi rritje të kostove të jetesës ku sipas saj çmimet e produkteve të shportës janë rritur nga 30 në 60%. Nga 60 lek në ditë në qytet, në 20 lek në ditë në fshat. Dhe çfarë mund të bëjë një pensionist me një kafe më shumë? Një pensionist që ka përjetuar një rritje çmimesh që ka shkuar pothuajse 30 deri në 60% për produktet e shportës, me barnat e rritura, me shpenzimet e jetesës të rritura, me parat që vijnë nga fëmijët të zhvlerësuara dhe të rëna prej zhvlerësimit të euros, a e shpëton kjo një pensionist? E jeton një pensionist me dinjitet vetëm prej kësaj? Kjo është pothuajse e pamundur. Rritja e qëndrueshme ekonomike, konsolidimi fiskal, mirëqenia sociale dhe përshpejtimi i integrimit evropian janë themelet e projekt buxhetit për vitin 2026 sipas Ministrit Financave të Shqipërisë. Në konferencën e kryetarëve në Kuvend, Petrit Male vlerësoi se projekti parashikon rreth 887 miliard lekë shpenzime publike me fokus në mirëqenien sociale, investimet për infrastrukturë moderne, zhvillimin e energjisë së gjelbër, digitalizimin e shërbimeve dhe forcimin e kapitalit njerëzor. Ministria e Financave paralelisht me buxhetin e 2026-s ka hartuar edhe paketën fiskale 2026, përmes së cilës ne parashikojmë disa ndryshime ligjore. Dhe jo, nuk do të kemi rritje të taksave, pra nuk do të kemi taksa të reja për vitin 2026. Sipas Ministrisë Financave për vitin 2025, rritja ekonomike parashikohet 3.9% e mbështetur në konsumin e brendshëm, investimet, turizmin, ndërsa papunësia zbret në nivelin historik prej 8.5% dhe inflacioni në 2.2%. Të ardhurat buxhetore për vitin 2026 sipas Ministrit Financave parashikohen në 823.1 miliard lekë ose 29.6% e prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje prej 52.9 miliard lekësh krahasuar me vitin 2025. Krahasuar me buxhetin e vitit 2025, do të jetë rreth 51.7 miliard lekë më shumë në argën e shtetit. Burimet kryesore të rritjes janë rreth 13.6 miliard lekë nga efektet e politikave të reja tatimore dhe buxhetore propozuar për vitin 2026, rreth 20.9 miliard lekë të ardhura shtesë nga rritja ekonomike dhe rreth 12.3 miliard lekë të ardhura shtesë nga zbatimi i masave të strategjisë afatmesme të ardhurave. Në seancën e ditës së njëjtë, Partia Socialiste miratoi dhe kalendarin për projekt buxhetin 2026, ndërsa opozita kërkoi votimin e tij me paketën fiskale. Gjatë vitit 2026, tatimi për rivlerësimin e pronës do të jetë vetëm 5%. Sipas Ministrit Financave, Petrit Male, projekt buxheti 2026 parashikon uljen e tatimit nga rreth 15% që është sot. Rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ku norma e rivlerësimit do të jetë 5% dhe do të zbatohet për gjatë gjithë vitit 2026. Në projekt buxhetin 2026 është parashikuar dhe artimi një paqe fiskale si një reformë që synon të ndërtojë një marrëdhënie të re besimi mes biznesit dhe shtetit.
Qeveria shqiptare vendos që përmes shoqërisë Kajo për qenë ajo e vetmja furnizuese me produkte ose shërbime të fushës së sigurisë. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se subjektet e tjera të krijuara prej saj do të realizojnë prodhimin dhe tregtimin e armëve ose të pjesëve të tyre, municioneve, teknologjive, pajisjeve, veshjeve dhe mjete të prodhuara apo të përshtatura në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ndër të tjera ajo ofron shërbime për të përdorur nga strukturat e sigurisë, organet e varësisë së strukturave të sigurisë apo shoqërive aksionere shtetërore të krijuara nga këto struktura sigurie. Vijon operacioni kombëtar për lishmërinë e objekteve në ndërtim dhe kundër ndërtimit të objekteve pa leje. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar nga përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, inspektuan në fark aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkelet e lejes. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre që ndërtojnë apo shesin objekte që nuk do ta kenë të mundur të përfitojnë as 1 metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të paligjshme. Ndër të tjera, Koçiu kishte edhe një paralajmërim për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë prona. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronë. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, bëri me dije se si në këtë rast ndërtuesit kanë tejkaluar lejet e ndërtimit, ndërsa kryeinspektoria e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Dallëndyshe Bici, bëri një apel për ndërtuesit dhe personat të përfshirë në këtë veprimtari që të jenë korrekt në zbatimin e ligjit. Qeveria shqiptare merr masat për të frenuar palishmërinë në ndërtim. Zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj mbrojti përpara Komisionit Kuvendit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ndryshime që sjell akti normativ për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundralishme, duke rritur eficiencën dhe përgjegjshmërinë në inspektimin e territorit. Ndërsa zëvendës ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Enkeleda Muçaj nënvizoi se kontrolli i ri është një hap i domosdoshëm për disiplinimin e ndërtimit dhe për garantimin e interesit publik në gjithë territorin e Shqipërisë. Deputeti i opozitës Xhelal Mziu e cilësoi aktin si të paprecedent duke argumentuar se ai centralizon kompetencat pa ndryshuar thelbësisht sistemin ekzistues dhe cënon autonominë e pushtetit vendor. Sociale. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 77 vota pro dhe 36 kundër projektligjin për barazinë gjinore. Miratimi i tij shoqërua me përplasje brenda parlamentit. Kundër votuan deputetët e Partisë Demokratike. Jashtë sallës së parlamentit pati protesta dhe në orët e pasdites nga koalicioni Pro Familjes. Pastor Akil Pano paraqiti një arsyet sepse është kundër ligjit dhe pasojat që ai sjell në familjen dhe shoqërinë shqiptare. Nuk duhet jemi gati të lejojmë të rrëmbejt dignitetin njerëzor. Shpirtin kombëtar, i quajtur burra dhe gra të krijuar në imazhin e Zotit. Ne që kemi vendosur të jetojmë këtu në Shqipëri, duhet të qëndrojmë dhe ta bëjmë betejën tonë deri në fund. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin në Kuvendin e Shqipërisë, Toni Gogu, mbrojti projektligjin për barazinë gjinore duke nënvizuar se të vetmet gjininë në Shqipëri janë burrë dhe grua. Ministri Gogu nënvizoi se ky ligj nuk do të prek kodin e familjes, gjendjen civile apo martesën dhe nuk ka referencë për të shpikur gjini të reja. Teksti merret me barazin burr-grua në jetën publike, pagat barabarta për punë të barabarta, shanset barabarta, respekt barabartë që qartëson zbatimin në sektorin publik dhe privat sipas standardeve të Bashkimit Evropian, deklaroi para deputetëve ministri i Partisë Socialiste. Me projektligjin e propozuar, sipas tij, qeveria po heq dallimet e barikadat e paragjykimeve mes dy gjinive. Ndërkohë, Partia Socialiste njoftoi se ka depozituar 22 amendamente, ku hiqen termat gjithëpërfshirës dhe diversitet gjinor, duke i zëvendësuar me formulime të qarta në vetëm dy gjini. Ky është një nga shqetësimet e ngritur nga koalicioni Pro Familjes gjatë debateve në komisionet parlamentare. Kundër projektit të propozuar nga shumica në pushtet për barazinë gjinore ishin dhe deputetët e Partisë Demokratike me në krye ish kryeministrin Berisha. Ky ligj zotëri, me ndryshimin e fundit, bën fjalë për përkatësi të shumë fishta, bën fjalë për diversitete të gjëra, identiteti. Dhe identiteti me diversitete të gjëra e kupton vetë që jam burr, s'jam burr, jam grua, s'jam grua, jam edhe burr, edhe grua, edhe burr, edhe grua me radhë. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.